Mirdita. Shpopullimi masiv i Shqipërisë përbën goditjen më të rëndë që kombi shqiptar, goditjen më të rëndë ekzistenciale që kombi shqiptar ka marrë në tërë historinë e tij të gjatë. Kur ndonjëherë treguesit themelor të popullsisë të këtij vendi nuk kanë rënë brenda 10 viteve, një shekull, është regjistruar kur një katastrofë e tillë demografike, siç është regjistruar në 10 vitet e qeverisjes Edi Ramës 2014-2023. Lindshmëria në Shqipëri sot është e barabartë me lindshmërinë që kishte kur shqiptarët ishin 700.000 banorë 100 vite më parë. Jam ndalur shumë herë në këtë akt të planifikuar që përbën një genocid të vërtet ndaj shqiptarëve. Në kuptimin e krijimit të kushteve për largimin nga vendi i tyre. Konventi i Organizatës Kombeve të Bashkuara në një tret i saj shpall këtë rrethan si një rrethan të genocidit të heshtur paqësor që mund të ushtrohet nga një populli. Ky genocid te i kalon në përmasat e veta çdo lloj katastrofe demografike që shqiptarët kanë përjetuar nga mesjeta gjerësot, qoftë nga pushtimet, qoftë nga epidemitë e mortajs dhe epidemitë e tjera të rënda. Sot është emergjencë absolute. Vendosja e një platforme e cila të mund të shënoj kthesën e treguesve demografik të popullit shqiptar në mënyrë që ky popull të mos shkojë drejt zhdukjes të pashmangshme me këto tregues që ka sot. Sot, nga viti 2018 deri sot, vdekjet në Shqipëri janë qartësisht më të larta se sa lindjet. Po të shtojmë këtu dhe largimet masive nga vendi, boshatisja e Shqipërisë është e garantuar. Për t'i dhënë një përgjigje kësaj katastrofe ekzistenciale demografike të shqiptarëve në Shqipëri, Partia Demokratike mendon se duhet fillohet këtë vit me buxhetin për fëmijët që lindin dhe për fëmijët. Fëmia i parë të ketë një trajtim mujor 60 euro në muaj. Falni, 1.000 euro në muaj. 1.000 euro. 1.000 euro. Falni. Fëmia i dytë 2.000 euro. Është fjala për në vit. Fëmia i tretë 3.000 euro. Bonus.
fëmia i 4 dhe më shumë 5.000 euro bonus. Të gjitha këto të llogaritura për për 30.000 lindje në vit, shkojnë 60 milion euro. Sepse ne kemi përllogarit dhe kostot e kësaj ndërhyrje. Bonusi mujor për fëmijët e lindur, ato ishin bonus i përnjëhershëm, bonusi mujor për fëmijët e lindur, me këtë buxhet, do me thanë në vitin 2026, të jetë 50 euro për çdo fëmijë deri në moshën 6 vjeç. €60 për çdo fëmijë në moshën 6 deri në 18 vjeçare. Vlera në vit për 30.000 lindje i bie të jetë 15 milion euro. Zero pagesë për fëmin e tretë, apo më shumë për çerdhe dhe kopshte. Të gjitha i paguan shteti. Të paktën, me këtë mbështetjen, të paktën 15.000 fëmijë në vit dhe shuma e nevojshme nga buxheti për këtë mas është 5 milion euro. Rimbursim të ilaçeve për fëmijën e tretë apo më shumë në masën 120 euro në vit. Të paktën 8.000 fëmijë përfitojnë nga kjo dhe shuma është 1 milion euro në vit, rimbursim ilaçesh. Rimbursim i plot, fani. Leje lindje me pagesë të plot për 365 ditë. Pagesë të plot. Të paktën për 30.000 nëna në vit, shuma është 80 milion euro. Tatimi mbi të ardhurat personale, mbi pagën. Nënat me 3 fëmijë përjashtohen nga ky tatim. Nuk paguajnë tatim mbi të ardhurat personale. Baballarët me 4 fëmijë përjashtohen nga ky tatim. Shteti paguan në këtë rast 25 milion euro. Kredi të butë, të rinjët, deri në moshën 25 vjeçare të përjashtohen nga pagesa e tatimit mbi të ardhurat. Mbi pagën janë rreth 200.000 të ri dhe shuma është 10 milion euro. Kredi të butë, interesa kreditore të subvencionuara nga buxheti i shtetit për 5.000 çifte të reja në vit. Kredi gjerë në 100.000 euro. Shuma vjetore
15 milion euro. Bonus rindërtimi. Shtëpi ekzistuese, çiftet e reja, 10.000 euro për banesat urbane, 8.000 euro për banesat rurale, shuma 10 milion euro. Subvencion, deri në masën 1/3 e vlerës shtesë që familja duhet paguaj për banesë më të madhe, si pasojë e shtimit të numrit personave në familje, linje të reja, por jo më shumë se 30.000 euro. Në total, të paktën 500 përfitues çdo vit, kjo arrin vlerën 15 milion euro. Zero taks mbi tokën bujqësore me kushtin që ajo të punohet. Shuma 1 milion euro. Përgjysmim i tatimit mbi të ardhurat personale dhe përgjysmim për çdo taks, tatim, tarif qendrore dhe vendore për ata që punojnë tokën. Përgjysmim. Shuma 5 milion euro. Për ata që rikthehen nga jashtë të jetojnë dhe të punojnë në fshat, zero taksa, tarifa, për 5 vitet e para, shuma 10 milion euro. Linjat e prodhimit, financim 50% i çdo linje prodhimi, por jo më shumë se 30.000 euro për çdo linjë. Për ata që vinë nga emigrimi, financimi do jetë 70%, jo më shumë se 40.000 euro për çdo linjë prodhimi. Në total, për llogaritën 8 milion euro. Përgjysmim të çdo takse, tatimi, tarife për gratë sipërmarrëse, që do hapin biznese në një prej 3 qarqeve më të varfra, apo që punojnë të paktën 50%, që punësojnë të paktën 50% gra në sipërmarrjet e tyre, fason, ferm, baxho e të tjerë. Tokë publike falas për ndërtime për shtrehim. Shuma aty ishte llogaritur 5 milion euro. Tokë publike me 1 euro për 99 vjet për qëllime biznesi, barë, stalla e të tjerë. Impakti në buxhetin e këtij viti është 265 milion euro. Impakti në buxhetin gjerë në vitin 2020 shkon gjithsejt 4 miliard euro. Natyrisht, kjo paket është vetëm hapi i parë, i domosdoshëm për të shënuar një kthes e cila shënon të shpëtojë Shqipërinë nga shkretimi i plot i banorëve të saj. Fshirja, shurja, historia e kombëve është histori e linjes lullëzimit, por edhe zhdukjes tyre. Shqiptarët nuk meritojnë të zhduken. Shqiptarët duhet të mbjetojnë në trojet e tyre që nga korat i lirë gjerësot. Kjo që ndodhë
është katastrofa më e madhe demografike në historinë e kombit. Kur shqiptarët nuk kanë përjetuar një shpopullim të tillë nga asnjë pushtim, nga asnjë smundje, nga asnjë epidemi. Kjo ishte çështja që desha të sjell tek ju dhe që ne do mbrojmë në parlament. Së dyti, dënoj me forcën më të madhe. Me forcën më të madhe. Presionin terror të Edi Rams ndaj gjykatës kushtetuese. Dënoj me forcën më të madhe në një akt të pashembull. Ditën e djeshme ai ka ndërmarrë 2 sulme të egra që te i kalon dhe Madurën e Venezuelës ndaj gjykatës kushtetuese. Në përgjigjen e tij ndaj deklaratës së shoqatës gjyqtarëve, ku ata denonconin dhe dënonin ndërhyrjet brutale të Edi Rams mbi gjykatën kushtetuese për të mbrojtur vjedhjen e tij. Vjedhjen e tij me tunel në Llogaras është kap mat, nuk ka kulviz, është mat. S'del dot më. Dhe u vërsulet me një gjuhë që edhe Maduro doja ketë lakmi kur ta lexoj, kur ta përkthej. Çfarë kërkuan gjykatësit? Kërkuan të mos ndërhyet në mos ushtrohet presion ndaj gjykatës. Ju jeni dëshmitar se si një javë më parë ky mashtrues publik i kapur në qark me vjedhjen e tunelit Llogaras, citoj kush e disa herë Komisionin e Venecias, sikur ky komision pas ka dhënë opinione që nuk mund të pezullohen ministra. Tani e ka hequr, ka 4 ditë që se përmend ma Komisionin e Venecias. Duket ka marrë një karton të kuq. Dhe i bëj thirrje Komisionit Venecias të bëjë një deklaratë që ta mësojnë shqiptarët se ky është një mashtrues publik ndërkombëtar. Nuk mjafton kartoni kuq. Mjafton dhe deklarata publike për denoncuar njeriu që citoj në një ligjërat koprolalike të gjatë. Disa herë Komisionin e Venecias në një kohë që në asnjë rast nuk ishte ai komision që kishte dhënë ato direktiva apo ato këshilla. Përkundrazi, në shqyrtimin e nenit të procedurës penale të Kosovës, i cili autorizon gjykatësit një lloj si neni i Shqipërisë, i procedurës penale të Shqipërisë, të pezullojnë. Komisioni i Venecias thotë se ky nuk bie ndesh as me kushtetutën. Nuk bie ndesh as me kushtetutën. Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit ka gjykuar se pezullimi nuk është në kundërshtim me Konventin Evropian të Drejtave të Njerëzit. Dhe kjo është evidente. Edi Rama ka hallin se është në radhë, pas Lubis, e keni marrë vesh që është nda dosja dysh, dosja Lubis dhe dosja Rams. Nuk flen ma dosja Rams. Jo, nuk mund të flerë ma dosja Rams. Dhe ai tani po bën gjithçka për të përdorur Lubin si parzmore
si parzmore, shqiptarët nuk do jenë indiferent. Do t'jenë ata që do imponojnë ligjin dhe drejtësinë në qoftë se ky kërkon t'i konfiskojnë në këtë mënyrë. Po kështu dje, për herë të dytë, në një ndërhyrje tjetër, ju përmend në gjykatësve rroga sikur i ka nga pronat e Surrelit, sikur jep nga fondet e vjedhura, dhe jo nga buxheti i shtetit. Një akt pacipsie, në një kohë kur ata gjykojnë, ai përpiqet t'i kërcënoj, të përdor buxhetin e qytetarëve që e ka vjedhur vetë, për të kërcënuar gjykatësit që kërkojnë të mbrojnë buxhetin nga hajdutët. Partia Demokratike dënon me forcën më të madhe dhe u bën thirrje qytetarëve shqiptar të gatshëm për protestat më të fuqishme që vendi ka njohur, për të ndarë përfundimisht nga kjo band hajdutësh që kombi shqiptar se ka patur kur në drejtim që nga themelimi i shtetit shqiptar gjerë sot. Faleminderit. Pyetje. Zoti Berisha, Mariglen Kume nga MCN-TV. Në pjesën e parë juve u ndalet tek çështjet ekonomike të paketa fiskale dhe këtu kam një pyetje. Në paketën fiskale të paketa e paqes fiskale, një nga elementet është amnistia e detyrimeve tatimore për kompanitë për detyrimet më të vjetra se 10 vjetë dhe ndarë kjo me fasha pastaj. Ju dje e konsideruat këtë paket në tërësi si një mundësi për legjitimim të evazionit fiskal dhe për pastrimin e parave të krimit dhe të drogës. Ndërkohë, në Kuvendin e Shqipërisë ka mbërritur nga deputeti i Partisë Demokratike zoti Gazmend Bardhi një amendim në të cilin thuhet që nuk duhet që të përjashtohen nga e drejta për amnistin e këtyre detyrimeve tatimore edhe kompanitë të cilat janë në një proces gjyqësor me shtetin shqiptar. Pyetja e parë është, a është ky një amendim me një emër konkret, pra që ka të veshur një emër konkret, konkretisht Bankersi, i cili ka një proces gjyqësor me shtetin? Dhe sigurisht a mbështesni ju këtë amendim? Unë nuk mbështes amnistin. Partia Demokratike nuk mbështet amnistin e bazuar në kuadrin ligjor që ka sjell Edi Rama. Kjo është qëllimi i Partisë Demokratike. Por në qoftë se amnistia ndodh, ti nuk mund të përjashtosh. Pse ai ka shkuar në gjykatë dhe tjetri nuk ka shkuar në gjykatë, ti s'mund të përjashtosh. Unë nuk konceptoj pse mund të përjashtohet ai që s'ka shkuar në gjykatë me këtë që ka shkuar në gjykatë për të kërkuar një drejtë. Nuk mund të jetë kur vetëm një kompani. Të garantoj që në gjykatë janë me qindra kompani, me qindra kompani. Por në qoftë se ti hyn dhe fal ato të cilat nuk kanë shkuar në gjykatë dhe nuk fal ato që kanë shkuar në gjykatë, të cilat të paktën pretendojnë se kanë një të drejtë dhe guxojnë të kërkojnë të drejtën e tyre, ti bën një të pak minimumi, një pabarazi, por ne jemi absolutisht kundër këtij kuadri ligjor të amnistisë, e kemi deklaruar të kësaj amnistie, e cila fsheh kanalet e zeza të larjes miliarda eurove nga klanet e drogës, kartelet e drogës. Ne jemi kategorisht kundër. Në pamje të parë, i nderuar, kjo mund të duket se ne jemi kundër flukseve të parave.
jemi sepse është para toksike, është shkatërrimtare, është faktur që këto investime po shkatrojnë ekonominë shqiptare. Po shkatrojnë ekonominë shqiptare. Si po e shkatrojnë? Po e shkatrojnë me një lev, me një mekanizm kryesor dhe tjera pastaj, që është zhvlerësimi i euros. Nuk ka pa ndonjëherë në studio televizive të bëhet një emision për zhvlerësimin e euros dhe pasojat e tmerrshme mbi ekonominë shqiptare. Zhvlerësimi i euros me 35% do të thotë humbja me 35% minimumi e fitimit të gjithë kompanive të eksporteve që punojnë me euro. Do të thotë ndikim rënje prodhimi në bujqësi, në industri dhe rritje e madhe çmimesh. Do të thotë shok ekonomike. Edhe sot po lexoja. Merrni lexoni pak të dhanat e inflacionit për muajin nëntor të Instatit. Çfarë thoshin? U rrit çmimi i qirave. Po mirë, më thuj pak. A ka paradoks më të madh se të rritet çmimi i qirave në një kohë kur janë në shkallë vendi mbi 200.000 banesa bosh dhe në Tiranë 60.000 banesa bosh, apartamente bosh. Si mund të rritet çmimi kur ka, në kushte normale, kur ka 10.000 banesa të pashitura? Çmimi rritet se tregu është në kthetrat e drogës. Është në kthetrat e drogës. Ndaj rritet qeraja, ndaj rritet çmimi, ndaj bie prodhimi, bie eksporti, bie shkatrohen qindra dhe mijëra vende pune dhe ikin qytetarët. I nderuar zotëri, çështja e narkoshtetit në Shqipëri është çështje themelore. Është vorbulla që po i përpin shqiptarët, është vorbulla e zezë që po i përpin shqiptarët. Është jashtëzakonisht e trishtueshme për mua kur shoh gjithë ato shkrime, gjithë ato dokumentar të televizioneve më serioze të botës për narkoshtetin në Shqipëri dhe nuk ka një media shqiptare që të ketë një dokumentar të tillë. Nuk ka një gazetar që të bëjë një hetim dhe dokumentojë të faktoj pasojat shkatrimtare të narkoshtetit në Shqipëri. Në vijim të pyetjes, zoti Berisha, a është e koordinuar Partia Demokratike në qëndrimet e saj pasi propozimet e nënkretarit të Komisionit të Ekonomisë, zoti Bozdo, pra amendimet që ka depozituar në kuvend, zoti Bozdo, nënkretari i Komisionit të Ekonomisë, parashikojnë që kompanitë të cilat kanë përfituar prona publike, pasuri publike, duhet të përjashtohen nga këto lehtësira, ndërkohë rrjedhimisht propozimi i zotit Bardhi çon në të kundërtën. Jo, nuk janë në një sintoni. Zoti Bardhi me propozimin e tij ngrihet kundër një pabarazie që ngren ligji. Pabarazi. Po ne nuk e dim atë. Ti nuk mund të paragjykosh që ato kanë shkuar në gjykata, jo, nuk ato që kanë shkuar në gjykata mund të jenë publike, mund të jenë private, mund të jenë shumë llojta. Ato kanë kundërshtime shtetit. Në masën 90%, 95%, ato kanë shkuar në gjykata për kundërshtira që kanë me shtetin. Dhe ti, edhe njëherë, kur ti bën, përjashton ata që s'janë adresuar gjykatës, dhe përjashton këta që janë adresuar gjykatës, të cilët të paktën pretendojnë se është bërë një padrejtësi ndaj tyre, dhe amniston ata që nuk shkojnë gjykatë, kjo për mua është një gjë absurde. Absurde. Për sa i përket zotit Bozo, unë e përgëzoj atë, sepse ato janë të gjitha pasuri publike të shpërndara nga Edi Rama jashtë të gjitha
kritereve ligjore, vetëm favore për korrupsion. Kam edhe një pyetje të fundit për procesin e zgjedhjes së avokatit të popullit. Zoti Berisha, ju ditën e djeshme deklarua se tërhiqeni nga procesi për zgjedhjen e avokatit të popullit. Por ndërkohë të 6 kandidatët të cilët janë përcjell kryetarit të kuvendit për të futur në seancën plenare të ditës së nesërme janë vetëm me firmat e deputetëve të Partisë Demokratike. Ku ishte Partia Demokratike, grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe qëndrimi politik kur zoti Shabani kërkonte një nga një firmat e deputetëve të Partisë Demokratike dhe patjetër ata e kanë dhënë sepse ka sipas informacioneve 37 firma. Tani, ju e pat se në atë proces u rrjeshtuan 27 kandidatura në mos gabohem. 27 kandidatura. Partia Demokratike mund të ketë edhe të tjerë që mund të kenë marrë firma përveç Endri Shabanit. Në mbledhjen e saj që bëri para 4 ditësh, pas kërkesës dhe të socialistëve që të ketë vetëm deputetit të ketë të drejtë vetëm për një firmë, dhe vendimit, jo kërkesës, vendimit që mori Komisioni i Ligjeve i drejtuar nga socialistët. Ishtë vendimaj. Partia Demokratike u mblodh të grupi parlamentar dhe përcaktoi kandidaturat të cilat do t'i mbështesaj. Në kandidaturat që do të mbështeste Partia Demokratike, nuk figuronte kandidatura e zotit Endri Shabani. Nuk figuron. Pra, Partia Demokratike i hoqi mbështetjen zotërisë dhe ata që kanë firmosur tërhoqen propozimin e tërhoqen zyrtarisht propozimin. Kjo është e vërteta. Por, po këtu, unë ju kam deklaruar se kjo ndodhi pasi u deklaruar nga pala tjetër se kandidati do t'i jipej opozitës. Tani, ata operojnë me opozitën që duam, po opozitën që duam nuk e pranojnë kur Partia Demokratike. Opozitën që duam e ka Edi Rama tani. Kjo është platforma e tij. Po ne jemi opozitë shqiptarëve, jo opozitë e Edi Ramës. Jemi krenar që nuk na don Edi Rama. Zoti Berisha, zoti Ndoja, deputeti i opozitës e bëri Ulsimanjën pranonte që kishte pas gabim në çështjen e firmave. Udhë, unë s'po them që ishte mirë, që u dha. Po të mos ishte gabim, nuk tërhiqej mbështetja. Po të mos ishte gabim firmosja, nuk tërhiqej mbështetja. Unë duhet ta pranoj që një proces, por kjo erdhi krejtësisht nga një qëndrim i Partisë Socialiste e cila kishte qëllim të dilte tek opozita që donte. Me opozitën që don, ai nuk do jemi kur. Ne do jemi opozitë sovranit. Besoj se është drejt kjo dhe është interesi i të gjithëve kjo. Zoti Berisha, me faturën financiare të amendamenteve që ju keni hartuar për projekt buxhetin, a është i mundur të përballohet nga të ardhurat që ka parashikuar qeveria për këtë projekt buxhet? Anisa, kjo faturë, në qoftë se ju lexoni Komisionin e Kontrollit të Shtetit, Kontrollit lartë të Shtetit, aktet e kontrollit tyre, jo një vjeçare, 9 mujore, 9 mujore. Kjo faturë është 1/4 e vjedhjeve të qeveritarëve. Është 1/4. Vjedhjet qeveritare në një vit, sipas kontrollit lartë të shtetit që nuk mund të jenë kur në thellësinë maksimale, se s'shkojnë dot, janë mbi 1 miliard.
e 200 milion. Këto janë më pak. Këto janë 1/5 e vjedhjeve qeveritare. Absolutisht e mundshme, po unë ndjej keqardhje të madhe kur shqiptarët, po veçanërisht dhe media, nuk shtrojnë pyetjen ku shkuan 67 miliard euro të qytetarëve shqiptarë në 12 vite. Urdhroni ku janë. Rruga Quks Qaf Ploç. Ku është rruga? 370 milion euro. Nga 73 milion euro e planifikuara. Rruga Korçë-Ersek, 17 km, 18 kishim ndërtuar ne me 800.000 euro kilometrin. Po, të përfunduara. 17 kilometra kishin ngelur. E dini vetë sa shkuar. Ku është rruga? Shem përsëri. Rruga Kardhiq-Delvin, edhe ajo, e ndërtuar në 12 kilometrat e para. Po, i keni shifi tabelën. Segmenti tyre u shem përsëri. Rruga e Arbrit, pa çfarë janë? Dhe këto 12 miliard, më fali, këto janë 67 miliard, se vetëm Lubia ka administruar 12 miliard euro. Vetëm Lubia. Ku janë? Ju them unë ju, për ta patur një ide. Autostrada Rëshen-Morin, hiq segmentin Milot Rëshen, po shtojmë dhate, autostrada Milot-Morin, autostrada Hanihotit-Shkodër, superstrada Hanihotit-Shkodër, Shkodër-Muriqan, Shkodër-Velipoj, Milot-Fushkruj, Rogozhin, Lushnje, Fir, Levan, Vlor, Levan, Tepelen, Tepelen, Gjirokastër, Korç, Qaf Ploç, Devol, Korç, 32 kilometrat rrugës Arbrit, rruga Orikum, Saram, rruga e Bregut, rinërtimi rrugës Puk-Kukës, rrugë që unë gjiten në të gjitha majet e vendit, Gjirokastër Çajup, Korç, Vithkuq, Korç, Liçeni Prespës, Librazh Çermenik, Kukës Peshkopi, Kukës Novosej, Tropoj Valbon, Hanihotit Bog, Hanihotit Leqit e Hotit, të gjitha këto zbashku, dhe mijëra kilometra të tjera rrugë dytësore, tretësore, kanë kushtuar absolutisht asnjë qindark më shumë se 5 miliard euro. Asnjë qindark më shumë. 12 miliard Lubia. Pra shikoni, 11.300 kilometra rrugë.
janë ndërtuar me më pak se 5 miliardë. Për të pas të qartë shqiptarët një se grope zeze të mërshme ka qenë kjo qeveri. Zot Berisha, në përplasjen e kryeministrit Edi Rama me shoqatën e gjyqtarëve, ju përmendët edhe çështjen e pagave. A jeni ju dakord që një gjyqtari dhe një prokurori të rritet rroga 1.600 euro dhe prokurorëve të SPAK dhe gjyqtarëve të GJK 3.100 euro? Sipas kërkesës së tyre. Nuk është qeveria jonë që ka vendosur këtë sistem që ka vendosur Edi Rama. Për qëllime për të patur një prokurori politike, Edi Rama shpalli në të pagurin, jo të Shqipërisë, në të pagurin zyrtar të drejtësisë në të gjithë vendet e Ballkanit, Artur Troplinin apo Pojen e Skapit, me 7.200 euro rrogën. Po, sepse i duhej që të arreston të opozitën, i duhej të siguron të karrigën. Po, nuk mund të konceptoj kur që një prokuror që i do qoftaj të marrë rrogë më shumë se kryetari gjykatës lartë, apo kryetari gjykatës kushtetuese, apo gjykatësi kushtetues. Po këte ka kriju vetë Edi Rama për qëllime politike, sepse i duhej që mercenari të shndrohej në një armik të egër të pluralizmit politik. I duhej që të amnistonte krimin elektoral, dosjet 184 dhe 339, i duhej, sigurisht, ndaj dhe i dha ati dhe shkatroj sistemin e pagave në drejtësi. Zotëri, në qoftë se je interesuar, merr pak aktivitetin e task forces kundër korrupsionit në vitin 2007-2008, 2 vite, dhe krahasoje me 2 vitet e Dumanit. Absolutisht është i trefisht. 300% me madhe goditja e korrupsionit. Qoftë në çështje të dërguara në gjykat, qoftë në çështje të gjykuara dhe dënuara nga gjykata. Po për këtë merr lexo raportet e Departamentit të Shtetit të vitit 2009, 2010, 2011. Nxirri, aty i ke. Aty i ke shifrat. Pse? Dumani ka qenë, po si mbyllte do të dosjet. Si ishte task force. Ajo ishte task force. Aty kishte agent tatimor, agent doganor, agent shërbimit informativ, antar të policisë kriminale. Dhe Dumani nuk i mbyllte dot, si që bën tani. Jo. Prandaj dhe është me shumë interes të thuhet e vërteta qytetarëve, kurse ata të cilët përkrahin prokurori politike, ata kanë një koncept rudimentar për demokracinë dhe është keqardhje madhe. Prokuroria politike nuk mund të përkrahet kur, sepse prokuroria politike është absolutisht e destinuar të dështoj në mënyrën më të sigurt. Ja, në morë vesh, kjo përpoq të ndalonte, ta blokonte dosjen Balluku. Dhe i lëshoj ati mrapa një fjalë që të ruje pak atë kokën tame. Po, ja thakte. Imagjinon të tani, të thot
Në vend se ti thot të përgëzoj për këtë dhe me një herë, më thapë, ki kujtes kokët. Zoti Berisha, Nuk jam vjen të flasim për të, se është qytetarët janë fed up. Zoti Berisha, me që jemi tek drejtësia, sot është dita ndërkombëtare të drejtave të njerëzit. Si e shihni ju gjendjen e të drejtave të njerëzit në Shqipëri? Faleminderit. Sot, drejtat e njerëzit në Shqipëri janë të ngjashme ose identike me të drejtat e njerëzit në diktaturat autoritare. Sot liria e fjalës është në satrin e narkoshtetit. Mediat janë në 90% të kontrolluara nga qeveria. Sot, për të vrarë lirinë e fjalës, përdoren mjete nga më të sofistikuarat, përdoren rrjete nga më mafiozet, por duhet themi se gjithçka fillon me fjalën, me lirinë e fjalës. Sot, burgjet shqiptare janë burgjet me nuk përqindjen më të lartë në botë të paraburgosurve. Përqindjen më të lartë në botë të paraburgosurve. Pra të qytetarëve që asnjëri nuk meriton të jetë në burg. Të padenuar. Janë të padenuar. 70% e të burgosurve në burgjet e Shqipërisë janë të padenuar. Kur diktatura komuniste nuk ka patur këtë përqindje. Jo, nuk ka patur këtë përqindje. Sot, qytetarët shqiptarë, si konkludoi në hearing dhe Kongresi i Shteteve të Bashkuara, nuk kanë humbur të drejtën e procesit ligjor. Drejtësia e vonuar është drejtësia e munguar. Për të zbardhur një vendim, gjyqtari i duhen qytetari për të marrë një vendim të zbardhur i duhen 1300 ditë. Një gjyqtar sot ka gjerë në 1000 vendime të pazbardhura. 1000 vendime të pazbardhura. Të merë. Vetëm drejtësi nuk është. Dosjet nga 16.000 që ishin para reformë Sorosit janë 200.000. Pra ka një abuzim të tmerrshëm masiv me drejtat e njeriut. Shqipëria mund të quhet edhe vendi i lirive dhe drejtave të mohuara. Apel për qytetarët të ngrihemi për rifitimin e tyre. Ndërkohë me që përmendët burgjet, ka dhe një projekt ligj nga qeveria për PPP-t, ku synohen që edhe burgjet të jepen me koncesion dhe infrastruktura gjyqësore. Keni një koment për këtë? Faleminderit. Nuk ka segment qelis të këtij shteti që Edi Rama nuk don ta përdor për të vjedhur. Komenti im i vetëm është ky, që Edi Rama gjithçka don ta përdor për të vjedhur. Ju e lexuat pak këtë skandalin me Kajan, me kompaninë Kaja. E lexuat sa po i doli koka. Asgjë tjetër nuk ka ky vetëm të vjedh ky ka vu vetes të bëhet multimiliardier. Licensoi këto ditë pas refuzimeve disa vjeçare të bankës. E mposhti bankën dhe licensoi bankën e Bitcoinit offshore, që është absolutisht jashtëzakonisht e rrezikshme për ekonominë shqiptare. Offshore, pse offshore? Pse do e çosh offshore? Pse do e çosh bankën e kriptomonedhave offshore? Jo, të regjistruar dhe onshore. Po offshore
u dorëzue guvernatori pas një rezistencë që ka bërë bordi i bankës dhe u dorëzua edhe bordi, disa vjeçare nga presioni të mërshëm i Edi Ramës. Faleminderit.